Çush është gjendja sot nga perspektiva e shoqatës? Shkë, ndërtimi ka qenë edhe mbetet infuzioni i ekonomisë tonë. Më thonë, hala është dikun të 1/6 GDP-së Kosovës, ndërtimi, nëse s'është më shumë. Pse ka ndodhur që kjo rritje faton? Nëgja, projektet investive, vetë forte që ndërtimtar merren me investimin, duhet me pas një profit në fund ditës. Më thonë, këto ndërtesa që janë bu, nuk janë objekte sociale, por këto objekte ndërtuesi fillimisht Biznes, e qartë. Fillimisht i bën numrat e vet, pastaj në kodër numrat e tij na përfitojnë edhe tjerët. A janë rrit numrat shumë veç? Po, çfarë po do me dal? Na duhet me krahasu, nuk mund me krahasu me vetveten. Pse është shkuar në çmimi në para 3 vjetësh që pse është sa që Më thonë na për me pa realisht se ku jemi, me çmime, a është shtajt apo lirë, duhet me krahasu me rajonin.